Mas kush është? Jo. Besnik Bislimi. Besnik Bislimi. Ja, unë se ku ditë sa çesë dhe mora vesh. Ja, ka qenë gjithmonë. Ja, ska qenë gjithmonë. Imagjinoj çfarë fituesi gjithmonë ka vendosur. Po bika ne direktiva që thotë shtopet ai. Jo, demos ai vesh tregoj diçka. Është konstante. Me vazhdim shumë njerëz ata që jojnë brenda organizatave gjatë zgjedhjeve po. E din kush është konstante. Themi gjithmonë ekipi fitues nuk ndrohet. Si duket Demasa kësaj radhe nuk po e vlerësoj që zotëri Besnik Bislimi gjithmonë ka qenë fitues edhe veç sa ka arritur të vendosë. Kur aktualizohen mirë, po çfarë prisni sot? Hajde kështu seriozisht nga një mendim të shkurtër. E shndruan në debat edhe këtë para debat. Nuk e prita. Okej, faleminderit. Debati i vërtetë është ky. Unë pras që kryeministri në detyrë të jep përgjigje për shumë pyetje të edhe të analistëve edhe të kushtrimit, edhe t'i sqaroj shumë gjëra të cilat ka mundësi që mos t'jenë të vërteta që janë duke u thënë në publik edhe nga kandidatja për presidente në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zonja Vjosa Osmani, sepse jam i bindur që sot do të kthehet përgjigje në ato, jo pyetje, por në ato qofse janë të vërteta apo nuk janë të vërteta. Në një, në dy, pres që t'jep përgjigje për zhvillimin ekonomik, për autostradat të cilat janë duke vazhduar, për të gjitha projektet e mëdha, për projektet e energjisë, për marrëdhëniet me aleatët tonë dhe në fund të na tregon se pse duhet që elektorati ta votoj për kryeministër zotin Kurtin dhe vetë vendosin. Çfarë po pret Arton? Unë pres që kam na tregu kur ka bu bashkimi kombëtar, dhe qysh ka bu sa më shpejt. Pres që kam na tregu kur ka me fillu fabrika dronave në Gjilan, me fillu me prodhu dronat e parë.